أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetet qofshin mbi të dërguarin e tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndoqën dhe ndjekin rrugën e tij. Të nderuar besimtar, nuk ka ditë më të bukur se sa kjo. Nuk ka ditë më me rëndësi për besimtarin I cili tashmë I pranishëm jo vetëm në këtë shesh I cili zbukurohet nga prania e gjithë secilit për jush këtu, por kudo, ku kremtohet, festohet dhe ku zemrat lumturohen për përfundimin, për mbylljen dhe arritjen me sukses në fund të një muaji, fundi I të cilit është mëshirë, fundi I të cilit është falje, fundi I të cilit është fitimi I kënaqësisë së Zotit, e cila është edhe synimi kryesor I jetës së besimtarit në këtë botë. Për këtë arsye, sot tashmë është më se me vend që të gëzohemi dhe të lumturohemi, që të vazhdojmë me lutje dhe duat tona dhe të shpresojmë tek falja dhe mëshira e Zotit, dhe t'i drejtohemi Atij duke kërkuar dhe duke shpresuar e duke thënë në zemrat dhe mendjet tona, o Zot, tu përkushtova me adhurime, me punë dhe veprat që të cilat janë të pëlqyera nga Ty për 30 ditë me radhë, dhe tashmë jam përpara Teje si ai individi, personi I cili kërkon pikërisht përfundimin dhe shpalljen e gjykimit të Tij, si të ishte një person I cili kërkon vetëm mëshirë. Sot është I ditë gëzimi dhe lumturie për gjithë secili nga ne, sepse gjatë muajit të begatë të Ramazanit, gjithë secili prej nesh prezantoi, tregoi një qytetari të shkëlqyer, jo vetëm në aspektin shoqëror, por edhe në aspektin adhurimor, dhe gjithë secili prej jush ju përkushtua, ishte prezent dhe ishte pjesë e adhurimeve të cilat u zhvilluan jo vetëm në dyert e xhamive, jo vetëm në ambientet e shtëpive të Zotit, por ju u bët pjesë edhe e tryezave të iftarëve dhe sufyreve, edhe vendeve në të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu I konsideron si dy prej lumturive dhe gëzimeve të besimtarit në këtë botë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi të vendosur se pavarësisht situatave, pavarësisht zërave të qier, jemi të vendosur për të përçuar në mënyrën më të qartë të mundshme mesazhin që Islami na e ka sjellë. Islami kërkon prej nesh një besimtar të devotshëm, me një raport të mrekullueshëm me të në aspektin adhurimor, por jo vetëm kaq, kërkon nga ne edhe një raport të mrekullueshëm me njerëzit që kemi rreth rrotull, duke shpalosur virtytet dhe moralet e larta, të cilat profeti alayhi salatu wassalam me aq shumë mundua që jo vetëm t'i kultivoi tek sahabët e tij nderuar në kohën ku ai jetoi, por t'i tregoi ato si një mesazh dhe një mësim dhe një pasqyrë në formën më të saktë për të përcjell, për të mbetësuar nga çdo besimtar deri në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, është detyra jonë që sot, në këtë ditë të begatë, të kërkojmë nga Allahu Gjelle Gjelaluhu mëshirën dhe faljen e Tij, të kërkojmë prej Tij që të ketë pranuar agjërimin dhe adhurimet e tjera të bëra gjatë këtij muaji, dhe nga ana tjetër, ajo çfarë vetë profeti alayhi salatu wasalam na tregon dhe na thot, khairu a'malin adwamuha wa in qalla, puna më e harit ndonse e pakët, por e vazhdueshme ajo që duhet të rrezatojë në shpirtrat dhe në zemrat tonë sot. Jo vetëm sot, por të jetë jetësuar në zemrat tona dhe të vazhdojë edhe në muajt të tjerë.
Sepse një Ramazan i suksesshëm, një Ramazan i pranuar tek Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili vazhdon të jetësohet, i cili vazhdon që të qëndrojë dhe të na mësojë edhe jashtë atij. Një Ramazan i cili e bën besimtarin të reflektojë vetëm brenda muajit të Ramazanit e më pas shkëputet, shtekton dhe largohet prej nesh, nuk është një Ramazan i suksesshëm. Prandaj, sot le të zotohemi, le të japim fjalën vetes sonë që virtytet, të gjitha ato anët pozitive të cilat fituam në këtë muaj të begatë të Ramazanit, t'i bëjmë që të jenë jetike dhe të vazhdojnë të jetësohen dhe të vazhdojnë rrugtimin bashkë me ne në muajt e tjerë. Vetëm në këtë formë do të arrinim që të kishim kapur një Ramazan të suksesshëm. Të nderuar besimtare e besimtar të pranishëm, padyshim nuk duhet të harrojmë sot edhe mesazhet të tjera që Islami na përcjell. Raporti që kemi me ata të cilët ne i kishim sa më afër gjatë muajit të begatë të Ramazanit, me atë njerëzit, shtresat në nevojë, të cilëve ju mundsuam që të kishin edhe ata një Ramazan të suksesshëm dhe një Ramazan të begatë, duke i bërë ata pjesë të tryezave të iftarit apo të syfyrit. Të mos harrojmë dhe të mos neglizhojmë këtë pjesë të shoqërisë edhe jashtë muajit të Ramazanit. Le të jetë kjo ditë Bajrami një mesazh i cili na bashkon zemrat tona, largon mërit dhe bëhemi vëllezër, bëhemi të dashur me njëri tjetrin, e vetëm ky do të ishte mesazhi që do të rezatonte në formën më të mirë gjatë këtyre ditëve. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që të pranoj adhurimet tona në këtij muaj të Ramazanit. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që të dalim me gjuna të falura dhe shpërblime të fituara tek Allahu xhelle xhelaluhu, dhe kur të ndahemi së bashku nga ky ambient dhe nga ky shesh, të dalim si ata njerëz të cilët mbi kokat e tyre sikur përshpërin mesazhi i Allahu xhelle xhelaluhu teksa thot: o rob të mi sakrifikuat gjatë një muaji, tashmë është përndauni, shkoni në shtëpitë tuaja, festoni sepse ju kam falur, sepse ju kam mëshiruar dhe sot meritoni të gëzoni e të lumturoni. Edhe një herë gëzuar këtë Bajram të begat, Zoti pas pranuar çdo adhurim dhe çdo punë, çdo vepër të mirë që keni bërë gjatë këtij muaji.